organizohet në datën 8 dhe 9 maj dhe ne jemi vërtet shumë kurioztar për të parë se kush organizon këtë ekspozitë, çfarë do të ketë atje dhe shumë çka lidhur me të. Ne në studio janë dy zonja të nderuara, Teuta Laxha që vjen si një mike e përhershme tashmë në emision dhe zonja Katrina Oni që vjen për herë të parë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Jam shumë e lumtur që ju kam në studio, jam shumë e lumtur që do kemi mundësi të diskutojmë së bashku lidhur me këtë ekspozitë me një titull vërtet shumë të bukur, Kur muret flasin. Tani na tregoni pak, fillimisht si u bët bashkë të dyja për të krijuar këtë ekspozitë. Faktikisht për herë të parë ardhi Kaltrina tek ne, ka ardhur me një ekspozitë personale përpara 2 vitesh më duket Kaltrina. Dhe ajo ndjesia e artistit që është tërheqje e pakuptueshme, domethënë normalisht filloi aty, pastaj bashkëpunime. Erdhi Kaltrina për të shikuar me jetu në periulla kohet në Shkodër, që e kena mirë. Se Kaltrina është e Plavës. Po, une jam e Plavës, pikërisht nga Hoti i Kujit, që është 12 kilometra larg nga Plava. Dhe si të shtatë Teuta, kam pas eksperiencë të vite të mëhershme, pak a shumë të vi sikur turiste që vinë në Shkodër, pastaj erdha në mënyrë profesionale të them, dhe to e di që Shkodra është një zemër, një pulsi i kulturës tonë. Si vjetë e vendosa që ta kaloj dimrin në Shkodër dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Ndër të eksperiencat më të bukura është fjalorin e kom pasuru. Sa mirë po. Ju mësume e kom pashim. Sa mirë se ne kemi një fjalor shumë pasur, edhe pak çuditshëm ndonjëherë se i shkurtojmë sa fjalë. Shumë të bukur. Unë them tash se po afrohet koha pranvera dhe duhet me u kthy në Bjeshka atje ku jetoj, por nuk e them këtë për me fol bukur para teje, por lirisht mund të them njerëzit më të bukur, më të mirë, më të pashtur shpirtërisht nuk kishte se Shkodra. La ke bërë qepin të gjithë dhe tani. Si Shkodra nuk ka në çdo aspekt. Tani unë imagjinoj të gjithë qykuesit nga divani aty në shtëpi, sikur po ju lulëzon diçka. E meritoni. Faleminderit shumë. Kjo ekspozitë Kur muret flasin do të organizohet në Kala, në një ndër vendet më të bukura dhe më të rëndësishme mendoj të qytetit të Shkodrës. Pse kjo vendodhja? Unë po epi përgjigjen nga aspekti im, thash më herët sikur bie që ka ardhur në qini, ashtu e konsideroj veten. Sa i përket stilit dhe në mënyrën që unë e punoj, se materiali që nga fillimi është pjesë e krijimtarisë time. Kemi fjalën për thesin e Shkodrës. Këto paraqitje që jam duke i bërë është thesi i Shkodrës. Çka mban mend thesi, përfshin kujtimin, jetën reale, mirë po edhe një shpresë për të ardhmen. Dhe për mua, për herë të parë këto të paraqiten në gurin e Kalas, e Kalaja si Kalaja është një, unë e quaj institucion, që e ruan shpirtin e qytetit. Pra petha më herët, Shkodra është një ndër pulset e kulturës të kulturës shqiptare. Prandaj për mua ka kjo një vështirësi të madhe. Ambienti, mënyra bëhet pjesë përfundimtare e veprës. Mirë po, për mua është shumë e rëndësishme bashkëpunimi me artistat e Shkodrës. Dhe prej që kemi krijuar një ndellshmëri me Teutën, unë ndihem shumë më e plot, më krenare, për arsye se arti është që na bashkon. Ne flasim shpesh në jetën e përditshme, ditën e përditshme në televizione, shihni kuptohet politika është gjithmonë. Mirë, po një temë po e nxjerrin nga këto pikpamje. Flasim për bashkimin kombëtar që unë e përkroj shumë, nuk kam frikë për ta themat. Së pari, hapat e para të një bashkimi kombëtar bëhet njohja e njeriut me njeriun. Unë duhet ta njoh njeriun e Shkodrës, njeriun e Shqipërisë dhe e kundërta. Mendoj që bashkëpunimet të tilla do të krijojnë një energji pozitive, do të krijojnë një vlerë më të madhe artistike. Prandaj them,
për mu ky festival, si pjesë përbërëse e këtij festivalit është nder, është pjesë përfundimtare e anës time artistike dhe ajo që unë shumë e përkraj që thash bashkëmi kombëtar, bashkëpunimi me Teutën dhe Teutën me vërtet faleminderit, se kemi Shkodra ishte mbushur me plot artista, me shkrimtarë, me krijues, dhe të jetosh në një ambient të tillë dhe të kesh përkraje pastaj prej njëri prej atyre krijuesve është një eksperiencë jetësore. Faleminderit, vërtet fjalë të bukura Teutë dhe si ndihesh ti për këtë bashkëpunim edhe për këtë ekspozitë? Sparit për qëpë katalogun potenciali këtu, ekspozite. Po, faleminderit. Janë informacionet kryesore në lidhje me ekspozite. Po. Edhe disa prej punimeve. Ta e shikoni pak. Kjo e ka ngjyrat shumë të bukura, të rrejse, energji pozitive. Fantastike. Unë e marrë këtë ndorë, dhe gjëja parë që vjen mendje është sa lumë të dojet vajza ime kur t'ja tregoj se des për këto gjëra, për ngjyra. Edhe shpresa jonë që ta trashëgojmë te ky brezi i ri, domethënë ju ta marrim tonë për veç. Shpresoj ta ketë pak dellin e pikturës. Shpresoj, më sa kam pa unë e kishte. Shpresoj. Faleminderit. Atëherë unë dosha më dhënë një informacion pak a shumë si rezume të shkurtër në lidhje me idenë e ekspozitës edhe në lidhje me vendodhjen. Atëherë gjithçka filloi me një kafe me Kaltrinën për qefsin midis artistave dhe shprehu dëshirën për me bërë një ekspozitë mund kalo. Dhe duke mos pas lidhjet e duhuna, si mund ta bëj, domethënë kërkote një ide. Ne tham krejt kollaj duke pas miq nëpër telefon, disa telefonata dhe kontaktin me Helidonin drejtorin. U bë krejtësisht e mujtur, një bashkëpunim shumë i shpejtë dhe ishte pikërisht në netet e kështjellave që janë sonte dhe nesër aktivitet kulturor i cili shtrihet nëpër kalat e Ballkanit dhe ne jena pjesë e këtij eventit. Kaltrina vjen aty, siç e tham, me faset e kafes, cilë ka doli kam lallë nëpër Shkodër dhe nuk e thekson fort këtë pjesën, ka dalë me lyp fas dhe me mu shpesin me historinë tonë. Domethënë me fut brenda ka i thesi historitë e Shkodrës dhe ka mosh plot. Bile një prej titujve të ekspozitës ishte çka ka thesi. Çka mban mend thesi. Çka mban mend thesi. Sa të bukur. Dhe pastaj duke u bashkangjit eventit kalas, doshim që me ndryshu disi dhe me lanë tek ato dhe ti din këto titujt e mi ngacmos. I kam thonë, mos më thoni ma që muret nuk flasin. E lexova. Tash muret flasin. Po, flasin. Kaloja flet vetë faktikisht, por ne do në me bë me fol në një mënyrë shumë ndryshe, sepse ne vi me Helidonin tek ekspozita Go Green, që është për riciklimin, për mbrojtjen e mjedisit, dhe nuk do vim thjesht me ekspozu diçka artistike, por me marrë një temë caktuar që është e kështjellave dhe mbrojtjes mjedisit. Dhe ne vim pikërisht me këtë temë tash. Edhe vërtet një temë shumë e bukur edhe e ndjerë në fakt. Mendoni që do të mendoni, sigurisht që do të ketë njerëz që do të vinë për ta vizituar. Turistët njerë janë të parët sepse vizitojnë njerëz zakonisht shumë, por mendoj edhe qytetarët Shkodran do t'i detyronin të vinë edhe një herë në Kala për të parë këto gjëra të bukura. Ishte një informacion goxha i vlefshëm që Helidonin Allah duke na thënë që hyrja në Kala është falas për këto dy ditët e eventit. Është një informacion vërtet shumë i bukur që ne e përcjellim. Është shumë i rëndësishëm, sepse duke menduar që mund vinë familjar, ne e dimë që kostoja nuk janë krejt e lirë përveç shpenzimeve tjera. Edhe për turistët është gjë e mirë, jam lidhur me disa agjenci, të cilat janë të gatshme me për turistat dhe me pa qoftë eventin, qoftë edhe me shiu Kalan, e di ku thënë se është përderisa bëhet një event për Kalat, ky është qëllimi domethënë. Absolutisht, po, është vërtet diçka shumë interesante dhe e bukur, një aktivitet vërtet shumë i bukur që të shtyn edhe të fton të shkosh për ta vizituar. Kaltrin, se Teutën e kam pyetur, po çfarë të frymëzon ty? Ç'kam frymëzon? Mos i jep gjë dorë Kaltrin se frymëzohet. Po thjesht them që përvoja e jetës duhet të them së pari. Periodat e caktume, ciklet e caktume kur krijohen vinë nga frymëzimet e ndryshme. Kësaj radhe, për mu ka qenë për herë të parë të jem në një ambient ku mund të them mirëmëngjes në gjuhën time, edhe me thonë natën e mirë ose pashim se i thoni ju. Dhe kur se kom përjetu ata asnjëherë. Dhe a e din, ndoshta njerëzit thonë
çka flet kjo, a thuni ju ashtu. Ne jena mësuar këtë gjë, ty një bën shumë. Po për mua është një eksperiencë në ambientin unë që jetoj. Është shtypja konstante. Është një mënyrë indirekte që mas pari nuk e pranon njerëzit ku jetoj. Mandej edhe thojza marrëdhënie diplomatike nuk e tregon realitetin. Më thonë, mu më frymëzon fakti që unë për pos që jam gjendje të jem vetvetja, edhe shpirti im të jetë vetvetja. Unë besoj shumë që është me rëndësi, kjo është e thonë me 100 herë, duhet njeri me ditë kush është për me shkun të ardhmen. Mirë po nga njere jemi duhet përdor ato fjalët vetëm si përfaqësore. Unë për veten time tash personalisht mund të them, më në fund e kuptoj çka do të thotë të dish historinë dhe ta marrish me vete. Shpesh dalim me ecë në për Shkodër, nalem të këto shtëpia që janë si rënjojat, dhe më duket sikur dëgjoj për shpëritje, sikur diçka po thotë ndalu, pyetëm kush ka qenë këtu përpara, pyetëm a kam ndonjë fjalë të fundit para se të shkatrohet ose të bëhet diçka e re. Pikërisht se për special kaltrinat e thesi. Pikërisht ata emocionet, ato zona, domethënë, ato i fut mbrëmjet e thesi dhe i përjetojmë ne domethënë në artistike. Bilen faste parë kanë ardhur prej Yxha, thirrke Yxha. Kafe Yxha. Yxha, kafe Yxha. Shkova aty ku ishte ajo ku e kishin si magazinat si ishte, edhe shkova atje kisha idenë për me marrë thas të përdorur. Po ajo zoja, kërkon tje se ma ka tregua emrin, ishte aq mikpritse, e bëni një kafe, që unë nuk i pi këto kafe të juve, si keni këto të vogla shumë të forta për mu, po ajo ma pregati në atë formë që unë e piva aq lezetshëm. Dhe kërkova të blej disa thas, të përdorur. Ajo mi fali, dhe pikturat e para të këtij ciklit kanë qenë prej Yxha, dhe besa jo, 5-6 ka dhënë, mos të jam korrekte, dhe aty pastaj filloi ajo vazhdimi. Atëre, është edhe një plak shumë interesant në lagjën time ku jetoj. Disa prej këtyre me qëllim i marrë prej atij, s'dia është në rregull me thon plaku, se ai del në rrugë edhe shet thes. Edhe unë dala thash, ky tamam e ka atë që kërkoj une. Tash unë e di që mund të shkoj të gjej diku falas, po deshta edhe t'i blej disa me qëllim që ta ftus në ciklin atë plakun. Përndryshe dua të them këtë nështë është jashtë temës, mu më lën një përshtypje shumë të madhe kur ec rrugëve të Shkodrës dhe i sheh t'i quaj nënat që bojnë çarap të leshta, me gjyrpnerë. Prezi fumi që do i shohin live duke performu, domethënë, në dorën do quhet art. Po, unë kam shumë respekt për ato gra, me pas mundësi kredi ja kisha bletur çarap që i kanë. Po, ajo më lën përshtypje, shitja e punimeve të dorës, shitja e duhanit, shitja e thasit. Një prej këtyre thasve që i kom krijuar e ka bashkët në mënyrë indirekte, se unë jam më tepër e shprehur në mënyrë abstrakte, por hijen atij plaku që shet thes, hijen e asaj nënës që edhe kur bjen shi, e ka pëse ka çadër edhe rrin e punon. Tash unë e kuptoj që Shkodra pas ka qenë e njohur për duhan. Edhe shitja, edhe po them, une... Kam që edhe ku mbin duhani. Po edhe ku mbin duhani. Me thonë, ato rrugicat e Shkodrës tanë kohën janë duke rrëfyer jo tregime, historinë, jetën, që personalisht them duhet t'jepim pak më shumë rëndësi. Duhet t'jepim pak më shumë rëndësi atyre gjërave. Po mendoja që vetëm një sy artistik si yti, edhe një vesh artistik si yti, mrin t'i kapet i dëgjoj. A e bëjmë edhe ne njerëzit e thjesht një vetëdisim të tillë? Pra, a jemi edhe ne koshqenë se çka na rrethon kaq bukurie e madhe sa ti e përshkruan, se shumë këndshëm ta dëgjosh Kaltrinën të flas. Edhe të mendosh, unë po mendoja, po ne në të njëjtin qytet jetojmë. Në për të njëjtat rrugë kalojmë. Unë doja versionin Shkodran, kësaj pastaj jep Kaltrina versionin e vet. Ne pak a shumë jena mësumi, po, dhe normalisht një gjë që ti e sheh vazhdimisht nuk është se të bën as përshtypje. Ndërsa Kaltrina përjeton.
Por gjithsesi copza, besoj se secili prej nesh ka kap. Ai që është i adhuruar mësë arkitekturës, adhuron monumente të ndryshme që kena apo ndërtesat e vjetra dhe këta arkitekturën që sot po na shuhet. I tjetër që adhuron mënyrën e jetesës njerëzve, studion atë e ke parasysh. Por besoj se ata që vinë prej jashtë shohin gjëra që ne nuk i dallojmë dot. Unë kisha shtu një gjë këtu. Opet, ky është opinioni im nga ana ime si artiste. E kemi bisedu edhe me Teutën. Unë e shok shtu, se ne që jemi trohat e bukës e quajna vete që jemi shqiptarë që jetojmë si Pakica, Maltezin, Macedonia, po treva tjera, kemi një dashuri të veçantë ndaj Kosovës dhe Shqipërisë. Këtu, unë vizitën që e kom përjetuar, se edhe do ta vazhdoj me dëshirën e Perëndis, them, mos e duaj atë dhenë, dashurohu në te. Se kur dashurohesh në tokën, në gurin, atëre e gatshëm edhe me sakrifiku, edhe me duru. Unë e kuptoj se nuk do na me hi në politikë, njeriu i Shqipërisë ka përjetu periudhat të ndryshme sende, po flasë për gjeneratat e reja. Gjeneratat e reja këtu nuk janë duke vujtur si përpara, edhe ti e ke përjetu 1% apo. Normal, goxha me komunizmin, me postkomunizmin. Puna që thua vlerësimin, ne duhet mund ta vlerësojmë dhe për ju është e zakonshme me pa ato që i përmenda unë më herët. Po, është e zakonshme, por në jetën kur nuk duhet me ko pas kohë, nëse jo gjithmonë, ka njerë shoja syrin, shikoje me atë këndin tjetër të syrit, dje ta vlerësosh atë nën apo atë burin që shet, çka do që e përmenda më herët. Është puna që unë kom jetuar jashtë shumë vite, e vërtet. Por, unë atë moment kur e kom kuptua, edhe interesant në mënyrën që e kom kuptua, për shumë profesori imi i artit, një mesazh të fortë ma ka lënë. Çka do që të krijosh, mos e krijo pa prezencën e identitetit tënd. Nuk e kena fjalën për me bindur në diken që jam shqiptare, se çdo kush ka identitet. Është fjala mos me harru ku janë rënjët e tua. Duhemi me ngadalsu pak këtë shpejtësinë e jetës, që t'jemi në gjendje me shikuat grua me sy të njëjtë edhe ti. Se një ditë e ti e shkodrane, po për mu unë e busqeshim, shefta si kur i shoh. Po edhe ti duhesh të busqeshish ko pas kohër atyre. Duhet me ditë, se kemi vlerë, unë po them parzitash, unë në Shkodër duhet me qenë njeri më i shëndosh, më i lumtur, më inspirues, më krijues. Keni male, keni lumen, keni detin, keni pluhën, keni shi, keni edhe borë kish një posi vjetë. Edhe borë, shi sidomos tepër, më pak më mirë do ishte, por vërtet i kemi të gjitha dhe unë falenderoj që përmes kësaj hapësire në televizionin TV1 Channel në bën që të vedisojmë edhe të kthehemi pak që me të vërtetë duhet të ngadalsojmë pak sa ritmin e jetës, se për të parë këto elemente të bukura, këto detaje të bukura që ne kemi, vetëm për ta shijuar sa më shumë. Një shprehje, vetëm një shprehje. Na lu pak e merri ir lules. Tamam ashtu, vërtet. Vetëm njaq, vetëm ta bash 2-3 herë gjatë ditës, kaq më mjafton besoj për me heq stresin, apo mu qetësu pak prej se ne tani bëjmë një jetë shumë vështirë, domethënë, shumë aktive, shumë të lëvizshme. E vërtet, është absolutisht shumë e vërtet. Me dëgjuj ty në plavë, ku s'mundesh me fol gjuhën tënde si duhet, ose dikush që thot me gisht je pakice, s'ki drejtë, tjera, tjetër ndjen kishe marrë. Prandaj, në thash më herët, ne jemi shumë ma shumë kina dashurin ndaj atë dheut, sidomos për Shqipëri. Shqipëria është, unë personalisht them, Shqipëria është nëna, Kosova është baba. Unë jam bia. Bukur kjo shprehje. Unë di që jeni mësuar me ekspozita, dhe ekspozita tashmë janë diçka e shpesht për ju, por a jeni të emocionuara për këtë ekspozitë që do të zhvillohet sot? Nisja ti e para. Faktikisht, deri të prezantimi, që thush, ka emocione, sepse gjithmonë do në me përcjall diçka. Nuk do në me orë thjesht me nxjerr produkti, po gjithmonë do në me lanë mesazhe. Si thosh, duke qenë se tema ishte Go Green, normalisht do të bëj krijime të reja dhe do përshtatem me riciklimi, do përshtatem edhe me kaltrine, domethënë do të vim në ujëra jo të njëjta, se s'ka arsye me kanë të njëjta se janë artiste të ndryshme, po
të vim si ndërthurjet një tjetrës. Se ke parasysh, të vim si ndërthurje eventi që është kështjellat, riciklimi, të gjitha bashkë, dhe t'japim mesazhet e duhura pozitive. Besoj këtu qëndron thjesht emocioni. A do shkojnë gjithçka në vit? Ndërsa pjesa tjetër besoj jena familiarizuar me këtë situatë dhe nuk na bën fort përshtypje. Unë prap do të me kundërshtu, po nga këndi tjetër. Nëse të kisha zgjedhje një ekspozit në New York apo në Shkodër, e kisha zgjedh Shkodrën. Për mua nesër është e shikojnë aspektin Shkodra bashkohet me Plavën. Do me thonë dy artistet me drejtim të ndryshëm, jenë plotësisht me drejtime të ndryshme, dhe ajo është bukuria që thua ti e artit, po për mua Shkodra dhe Plava për një moment do t'jenë të bashkuara. Dhe ka shumë peshë, shumë ka rëndësi, edhe mesazhin që e kam në pikturat, si une si kur të uta, edhe pse jemi stili ndryshëm, mesazhet jenë të njëjta. Afërsia, ngadalësimi i shpejtësisë të jetës dhe të jemi në gjendje të shohim vetveten jo nëpërmes të pasqyrës, po të këshyrim makina hije rreth vetit. A është vështirë të bashkëpunoni me një artist që është mbase ndryshe apo edhe i kundërt nga ju? Për mua jo, e s'di për ty. Në qoftë se nuk ekziston xhelozi mes artistave, nuk ka shans me pas asnjë problem. Kjo vetëm gjë që i pengon është xhelozia. Po kjo është edhe pak një lëshmëri që thua si punoni. Unë për shembull asnjëherë nuk kam punuar në pirografi, asnjëherë. Dhe unë kisha një eksperiencë me Lahutën. Në Hot aty, edhe pse jemi një numër i vogël edhe jemi të injoruar nga të gjithë, prej 2018-s që është kriju Galeria e Hotit, mundohem me kriju aktivitetet që më ringjall edhe kulturën shqiptare që kemi. Galeria e Hotit është Galeria Kaltrinës, cila ka kriju për me sjell artin shqiptar të Plava me zgju do të thotë dashurinë e artit për shqiptarët e trevave të Plavës. Dhe komplimente për zemër ta. Aty unë kom bo përkrahjen Sokol Pakolli, i cili ka me vitet e ralla, ka bo dokumentacionet e aktiviteteve të lautarve live. Dhe i kom bo sponsor me 3 vite a 2 vite, tash nuk e di Sokol jedin. Dhe ka qenë një rrugtim shumë interesant, i vështirë, është dash me regjistru lautar, me shkurt e shqip material për UNESCO-n. Besoj ju e dini që Lahuta për pak iku dhe doli si pronë e sërdis kulturore dhe ishte... Dhe është vetëm falë këmbgulje të Kaltrinës. Kështu që në një moment të dua të ndalë dhe të them faleminderit në emër të gjithë shqiptarëve për gjithë mundin, për gjithë sakrificën, për gjithë përkushtimin që ke treguar ndaj kësaj çështje. Faleminderit, unë thash më herët kom marrë atë mesazhin e profesorit Çakdihan. Po shikoj tash, kjo ti punon një kohë të gjatë, ka shumë punime, kurse unë s'kam punuar në këtë stil asnjëherë, edhe vite ajo thash dua ta provoj. Erdhi në studio. Mirë po... Aty gjithkush frymëzohet. Po, dhe atë rrugtimin që ta përmenda, ato sfidat, pengesat që i kemi has të gjitha aspekte, vendosa me djegjen e drurit ta shprehi atë që ka ndohë. Aty nga frymëzohesh, i dhash i cop dru, i dhash aparatin nuk frymëzu vetë, s'po ti ma nevojë. Do me thonë, për shkak të ndryshimeve, kjo punon me diçka tjetër, unë me diçka tjetër, në studien e saj, unë e rrita ta përmbledhi ndjenjen e 3 vite sigur jam, edhe bëra këtë në mënyrë abstrakte, rrugtimi i Lahutës. Dhe lindi kjo vepër, bilim për herë të parë duke nëse në Facebook e kena venduar. Në videon e punës i Gjirova Kaltrinës, do ta nisim privatisht dhe do ta shifish, ti më rregullohesh emocionet fëminore që sjell Kaltrina. Wow! Në më thamë dhe, unë nuk e kuptoshe si ishte aparati kësaj dhe qote lartë e ulte poshtë, që po bën kja, ke përësysh. Dhe kjo tona në gjdo lëvizje të aparatit, kjo kishte një ide se që po bate, ke përësysh. E kishte vizualizuar ndërkohë në kohë. Dhe besoj duhet mu theksu me njohurit e mia, pirografi moderne të stilit abstrakt është e para. Është e para. Me aq njohuri sa kam unë, domethënë, sa kam studiuar, kam pakut e fundit, pirografi moderne kam fjalën, sepse dihet që pirografia vjen pak a shumë si klasike, ke parasysh, kështu.
në këtë stil më ka ardhe e para, jam shumë e lumtur që e kam Po kjo është bashkëpunimi mes dy artistave të degës të ndryshme dhe që thua ti faleminderit që thua është e krijuar nga momenti, për se kena pas plan, s'ka që ne planifikume. Po është emocioni, shiko, bashkëpunimi i artistit me artistin është shumë e rëndësi. Tepër me rëndësi. Nuk e di tash sa ju këtu në Shkodër bashkëpunoni, nuk kom hi aty. Unë për vete kam një eksperiencë të bukur. Unë jam duke punuar me te. Po faktikisht kur vinë artistët për qyteteve tjera, prapë na lavdrojnë që ne ndjekim njëri tjetrin, përkrajmë njëri tjetrin e për evente, pavarësisht se qa mund të kenë mrapa, nuk e di, me ke parasysh, por e shoh që kena një lavdrim për artistave të qyteteve tjera, që ju ta ndiqni, ju përkrani çdo artist dhe që vjen këtu me një ekspozitë caktuar. Dhe përgjithsisht është kjo fryma, kjo fryma e bashkëpunimit, kjo fryma e mbështetjes së artistëve. Të paktën unë ndjej se unë kam mundësi të shoh shumë artistë ndryshëm që vinë në studio edhe e vërtet ndjej që unë kam pas gjithmonë përkraje, domethënë, jo se jam unë e mirë, ke parasysh, po e shoh që kam përkraje të vazhdueshme prej jo vetëm artista, po edhe prej personave tjerë që jetojnë në qytet, apo njerëz që nalen në rrugë thjesht edhe të përshëndesin dhe thonë faleminderit për artin që ti bën, që është një gjë, atë po i thosh sot Kaltrinës, është një emocion i papam, domethënë, që tjetri të i njeh, bile ka herë ndoshta edhe të bëjnë siklet se tjerë njohin e ti nuk i njeh, ke parasysh, po është një ndjesi shumë e bukur. Unë e kom ndërmen me përgatit shumë shpejt një sofër që kemi të drunit atje në hot, edhe dua t'i bashkoj ta bëj një bukë të Kolomonqit për artistat shkodran. Shumë shpejt. Do t'ishte vërtet diçka shumë e bukur. Por me që po flasim për aktivitetet që do të organizohen së afërmi, diçka tjetër kënë mend ti për herë të parë? Shiko, pra po them, edhe nuk kërkoj falje për këtë shprehje tash. Unë jetoj në një qytet ku kryetari i komunës, edhe nuk pendohem që ja përmendi emrin, se kam dëshirë ta din, sidomos Shkodra. Nihat Sanović është kryetari i komunës, i cili e mohon ekzistencën e shqiptarit në Plav. Ata çka bojnë, do ta them shkurt pastaj dalte kjo tema. Ata thonë në mënyrë diplomatike e zyrtare e dua Kosovën, e dua Shqipërinë. Është fals. Ata, nëse unë si shqiptare që i takoj asaj, edhe jam njeri autokton, nuk më respekton, a nuk mund të respekton as shqiptarin e Shqipërisë, as Kosovës. E thot se ka përfitim të turizmit dhe sende. Prandaj, duke marrë parasysh që jemi shumë të shtypur dhe njerëzit në Plavë në hot nuk kanë guxim ta lëshojnë zërin si duhet, dhe mua ajo më pengon. Atëherë unë e bëj pak lëvizje nëpërmes kulturës. Festivali Lahutës do t'jetë i treti me radhë, apo i katërti, më falni se një kafe veç e kom pi, më duket që është i katërti. Pse është Festivali Lahutës në hot? Është mbledhja lautarëve të Kosovës, Shqipërisë, kemi edhe disa nga trevat tona. Aty vinë lautarët, kuptohet Lahuta e tregon këngën e të kaluarës dhe ka një peshë historike. Do t'jetë me 12 gusht. Mandej, a mund ta theksosh këtë, sepse njerëzit mendojnë se tonë këta evente organizohen për ministrive, edhe sponsorizime në asnjë mënyrë. Janë të tona me fonde, jo vetëm të Kaltrinës, por edhe të miqve të saj, dhe janë një bashkëpunim shumë i madh që ne duhet me kanë falënderues se mos ishin këto persona që paguajnë. E ke parasysh të sjellin këta lahutarë, të sjellin këtë festival. Lahuta sot nuk do të ishte në UNESCO, sepse të drejtë të eventet kulturore. Të them të drejtë, vjetë kom pas pak përkraj, për ndryshe të gjitha aktivitetet bojnë nga xhepi im, kështu mu shprej shkurt të shqip. Lahuta është ajo që e dallon aktivitetin hot. Mandej është takimit e artistave. Deri më tani kena bon një takim të artistave, por ne kemi probleme infrastrukturë. Rruga nuk është e sigurt. Unë kur të ftoj ty te uta apo ty, kur e di që rruga është në rrezik më ndryshe, por e kemi rregulluar deri në 1% rrugën. Dhe një aktivitet që po shprehna kështu shumë e sinqert, për shkak të rrethanave të Plavës, them Perëndi mos ma merr jetën pa edhe këtë. Ti shoh të paktën 50 vetë, burr a gru, me plis dhe të bëhet një festival, dita e plisit. Të paktën një herë ajo toka le ta ndin peshën e njeriut me plis në kokë. Se
nuk do të harxoj as kohën, as ndoshta do të thonë të Shkodran pse na lodh kjo me probleme. Besomni është një shtypje shumë e madhe dhe si vjet është një shoqata e Plisit të Maqedonisë. Ata më kanë ofruar shumë dhe më kanë premtuar që do të vinë në Plavë. Kështu që dita e Plisit do të jetë një prej aktivitetet që unë si artiste shpirti do të më pushon që thot edhe nëse shkojmë pas asaj në rregull jam. Por dua se Plava është qyteti i Plisit. Plava na e dim historinë, është e lidhur në shumë aspekte, në shumë kënde, po për çfarë arsye është ka injorohet? Edhe nga partitë shqiptare, edhe nga qeveria e Malit Zi, mandej edhe nga Kosova dhe Shqipëria, meqense më duhet të jepi lëvdata, Shkodra, me 25 maj tash nuk kam drejt me paraprit emrat, po është duke u bërë një aktivitet shumë i bukur. Disa njerëz të caktuar po bashkohen dhe po shkojnë të vizitojnë fëmijët e Plavës, shkollës fillore, do t'i jepen dhurata të shumta. Dhe unë jam aq mirënjohëse për Shkodrën dhe i falenderoj edhe ajo është do të ndodhë, me 25 maj do të ndodhë, po nuk kam biseduar të jepi emre sende, po ajo është një vepër që veprat ka njerë nuk do të jenë, s'ka nevojë të jenë në pëlhur, apo në notat muzikore, apo në forma tjera. Ka njerë është ndjenja që përjetohet nga njeriu, se ndjenja e përjetuar mbetet për gjithmonë edhe pse është e padukshme. Prandaj, Plisi, po e them Plisi, dita e Plisit në Plavë do të jetë një gjë shumë e rëndësishme. Do të vazhdojna me lahutën e festivalin e lahutës dhe takimet e artistave. Unë do të boj në si thojnë, pak në ka 5, ka 10, në nivel pak më të ulët me artistat si kolonit ashtu të vogla, po duhet të filloj së pari nga Shkodra të them, ka 5-6 shkrimtar apo piktor të mblidhen, të hajnë atë kafshatën e Bukës aty në Hotë, se Kaltrina shkon në një ku t'i gjejnë të artistë, domethënë, po shkaj ta ka i thënë, domethënë po njoh kështu i thotë, unë jam e Plavës edhe vazhdon. Po duhet veçish një farë më u prezantu aty se. Absolutisht. Kërkoj ndjesë do të fola pak shumë në këtë aspekt, po dijeni, le ta dinë Shqipëria, le ta dinë jo Shkodra, po Shqipëria janë një përqindje e shqiptarëve jetojnë në një lartësi mbydetare përtej 1400 plus, ku flitet shqipja, janë të etur njerëzit për me u. Veç për mu dallu që ekzistojnë. Dhe pa ta si mësuse, nuk ka abetare me mësu gjuhën shqipe. Dhe neve nga ka mungu kjo informacion, ndoshta nuk e dim, po t'ishim lodhë ma shumë edhe do t'a kishim gjete, ke parasysh, po ndoshta kena rana të rahatin tonë, ke parasysh, prandaj duhet një zgjim, biles një di që na erdhi shefi i malli arsimit, na tha ju lutem shumë, tha bashkëpunoni me trevat shqiptare të Malit Zi, sepse janë tha në një gjendje të mrekullueshme. Dhe më dha një goditje si ka mundësi se pretendova që ato mësojnë shqip, e ke parasysh në kohë. Kaltrina më dha informacioni që qofta dhe librat vjetër tha po patët tha, fëmijët tha të mësojnë shqip me librat tuaj. Dhe imagjinoni sa librat i gjejmë kushat e plerave. Është e tmerrshme që nuk kena një organizim që të paktën këto libra që ne i përdorim apo janë në gjendje të mirë, le ti mbledhim dhe t'ja çojmë aty në anën. Ti përdorin sa ti përdorin dhe prapë ti çojmë tjerë se nuk na kushton gjë. Ose një paku me, m'fal Kaltrina, një paku se tash kam hyrë te profesioni jem dhe kam me dashuri. Një paku me mjete kancelarike. Unë di prind që janë rrojnë lapsat gomat fëmijëve për çef. A mundën na me mbledh ato çanta me paketime ose me dalë edhe sponsor, aman mërse pse çana kushton? E ke parasysh. Le ti mbledhim ato dhurata dhe t'ja çojmë, t'i gëzojmë edhe ta fëmijë përderisa mos mendoni se sot është gjithkush ka njerëzit në mërgat. Kjo është pak në mënyrë indirekte e paraqitur, edhe ta përfundona me këtë, se nuk është puna që janë tepër të barfur, po që sistemi i politikës është ka i keq përdor. Se vinë për shembull deri tash unë kanë kontaktua, unë e them e Plavës, ata thonë, unë e kom qenë atje, qofti i Shqipërisë apo i Kosovës. Por ata kanë shkuar në Gursi edhe në Vuthaj, në Plavë kur s'ka ndarë. Për një farë arsye që unë nuk e kam të qartë, Vuthaj përdoret edhe Gursia për shkëmbimet politike edhe të themi të korrupsionit.
kurse për qindja më e madhe e fëmijëve, që për shembull tash na dërguan listën e nxënësave, jemi shumë të lumtur. 50 e diçka nxënësa është sukses për 3 të tillë. Meqense mos ta them që para 3-4 vite kanë tentuar edhe me mbyll shkollat në gjuhën shqipe, po faleminderit për njerëzve të caktuar arritën ta mbajnë. Jemi në shtypje, jemi në keqpërdorim, çdo donacion i abetares, i që thuat i librave shkollor, jashkollor, për shumë mirë. Këto zyti mësuese tash shumë kam marrë moti. Për këto për shembull që jepni për me lexu romanet e sene. Ato i mungojnë. Ato i mungojnë. Nuk kanë hapësinë ku më i marr. Ja, edhe paka shumë, shiko, edhe kjo është arë që po folim tash, se unë e thash të ndërprejmë edhe mos të ndërprejmë. Edhe kjo është arë. Ta gjenoj ditë tjetër me folë për këtë. Po, të them, kam bledim të rrugat në sofor. Te ku jeni të mirë pritur sa herë të doni. Nuk fole shumë, fole vërtet atë çka duhet dhe unë falenderoj që zgjedhe pikërisht hapësirën tonë të televizionit për të shprehur këto ndjenja vërtet kaq të eda. Edhe more do të flasim nesër. Jam emocionuar pafund teksa të dëgjoja, për mua është era e parë dhe vërtet është një kënaqësi shumë e madhe. Ju uroj shumë suksese në këtë ekspozitë dhe ju mirëpres sa herë keni dëshirë për të ardhur këtu tek unë. Faleminderit, respekt pa kufi. Edhe ti të buzëqeshur Shkodër. Faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.